Në prag të 28 nëntorit, ditës së flamurit, Pallati i Kulturës në Gostivar u shndërrua në një qendër të gjallë kulturore, ku ansambli i këngëve dhe valleve shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhuroi një koncert festiv të mbushur me emocione, kolorit kombëtar dhe artit të mirëfill skenik. I titulluar Nëntori në këngë e valle, koncerti u hap me intonimin solemn të himnit kombëtar. Ngjarja u nderua me praninë e përfaqësuesve institucional në nivel lokal e qendror, përfaqësues fetar si dhe një publik të gjerë qytetarësh. Fjalë përshëndetëse kishte drejtori i ansamblit të këngëve dhe valleve shqiptare Jetmir Rexhepi, i cili theksoi rëndësinë kulturore dhe identitare të festës së 28 nëntorit, si dhe misionin e ansamblit për ruajtjen e trashëgimisë son shpirtërore. Ansambli ynë ka një mision të qartë, të ruajë dhe të promovojë vlerat tona kulturore, këngën, vallen dhe traditën shqiptare, duke i përcjell ato të brezat e ri me përkushtim dhe profesionalizëm. Dua të falenderoj secilin nga anëtarët e ansamblit për punën dhe disiplinën që kanë treguar. Faleminderit edhe publikut ton që gjithmonë na mbështet dhe na jep energji më të mirë. Nëntori është muaj krenarie, është muaj që na kujton rrugën gjatë drejtlirisë dhe identitetin. Le ta festojmë me dinjitet dhe me respekt për të gjithë ata që sakrifikuan që ne sot të këndojmë dhe vallëzojmë lirshëm. Të pranishmit u përshëndetën edhe nga drejtoresha e Qendrës për Kulturë në Gostivar, Faria Adili, e cila vlerësoi angazhimin e institucioneve kulturore në pasurimin e jetës artistike të qytetit, sidomos në një muaj me simbolik të veçantë kombëtare. Është kënaqësi e veçantë për mua që u mirëpres në këtë mbrëmje artistike, e cila na sjell pranë artin, këngën dhe vallen, gjuhën më të bukur të shpirtit shqiptar. Sonte kemi nderin të presim ansamblin e këngëve dhe valleve popullore shqiptare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, artist që me profesionalizëm, disiplinë dhe dashuri ndaj traditës e ruajnë dhe përcjellin trashëgimin ton kulturore në çdo skenë ku paraqiten. Një falënderim i veçantë shkon për drejtorin e ansamblit, Zotri Jetmir Rexhepi, për këtë bashkëpunim. Ju falenderoj të gjithëve që jeni gjithmonë pranë nesh, pjesë aktiviteteve tona dhe mbështetje e vazhdueshme e punës sonë. Në këtë ditë të shenjtë për kombin, le ta lartësojmë së bashku flamurin ton, simbolin e unitetit, krenarisë dhe qëndresës. Në një atmosferë festive, përfaqësuesit institucional shkëmbyen pllaketa mirënjohjeje, duke simbolizuar bashkëpunimin dhe përkushtimin për zhvillimin kulturor. Më pas kena jula vulltarëve dhe këngëtarëve të ansamblit, të cilët sollon një program të pasur të harmonizuar mjeshtërisht me ritme dhe ngjyrat kuqezi.
Me rastin e festave të nëntorit, Qendra për Kulturë në Gostivar ka organizuar një sër aktivitetesh artistike e kulturore të cilat do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim, duke e bërë këtë periudhë të vitit një mozaik të rrallë të krijimtarisë dhe shprehjes kombëtare. Në këtë mënyrë, Gostivari edhe një herë dëshmoi se mbetet një nga qendrat më vitale të kulturës shqiptare në vend, duke e përjetësuar me art dhe krenari frymën e festave të nëntorit.